Familjarët e kërkonin prej orësh në Sarandë me rohen kur e gjejnë gruan të pajet në një 71 vjeçare ka humbur jetën pasi dyshohet se është rrëzuar dhe ka rënë në pusin që ndodhej në banesën e saj në fshatin Metoq, Sarandë. Policia informon se ngjarja ka ndodhur në datë 18/11/2025, e moshuara me inicialet MB. Është gjetur pa shenja jete në një pus të ndodhur në oborin e banesës së saj në fshatin Metoq, Sarandë. Nga veprimet paraprake dyshohet se kjo shtetase është rrëzuar aksidentalisht. Njoftimi specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Sarandë referuan materialet për vlerësim pasi në datë 18/11/2025 është gjetur pa shenja jete në një pus të ndodhur në oborin e banesës së saj në fshatin Metoq, Sarandë, shtetësja MB, 71 vjeç. Nga veprimet paraprake dyshohet se kjo shtetase është rrëzuar aksidentalisht. Vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë rrethanave të këtij rasti. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.